me vete, drivet. Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Dhe thash të hapim një vlog sepse kemi kopa hapur vlog. Kemi për t'ju thënë se çana ndodhi. Si ka mundësi gjithmonë do ndodhi diçka. Po e marr me qeshur tani se kam shumë nerva. Shumë në këtë moment, por do t'ju them pastaj se çana ndodhi. Tani po shkojmë në shtëpi, zbritëm dhe nga autobusi dhe do ecim pak. Morëm dhe diçka për të ngrënë se s'kemi ngrënë mëngjes. Jeli mori sanduiç. Mora kështu si me djathë diçka me Gouda dhe me Philadelphia. Jo, sa vapësh. Ej, thash. Sa po erdhëm në shtëpi, arritëm në shtëpi. Vajtëm zblokuam dhe numrin, sepse kemi një numër grek që Agil nuk më kishte thënë pinin, do më thënë ma ka hapur Agathian Korfus dhe e ka hapur në emrin tim. Edhe mora karton, por nuk dia pinin, që të lidheshim me Agilon, leqe Agil është në shkollë dhe nuk do lidheshim dot, por gjithsesi, edhe kur të mbaronte nga shkolla, ne s'kishim si lidheshim sepse s'kishim internet. Kështu që vajtëm direkt te firma Kozmote që është këtu për kartën që jam unë regjistruar dhe e shblokuam. Do me thënë duhet ta bllokonim se unë nuk dija pinin, kështu që thash nuk po vazhdoj se do ta bllokojmë fare kartën, por kur shkuam atje na tha bllokoje që ta zhbllokojmë edhe të vendosni pastaj çfarë pini doni. Kështu që e zhbllokuam dhe kemi dhe kartë dhe internet tani. Po këtu sikur s'ka fare dritë. Okej, tani. Prandaj s'kisha dritur këtu tani. Do më ka më dritë. Sa ko kishim pargur. I hapa të gjitha më duket. Eli ka shumë qef këtë periudhën e festave, të vësh pemën, e kështu kishe qevelje. Si thua vëjmë pemën këtu? Po pse ta vëjmë ne këtu kot? Pse mi hapun vendit se kuptoj? Mos ta vëjmë. Po pse mi hapun vendit? Po nuk e di kur do të bëjmë mirë këtu. Kam se s'kam pemë këtu, kam ato të mëdhen që vëjmë gjithmonë këtu. Që thamë do ta marrim për të dyqanin. Po ku do ta vëjmë po e morëm te dyqani? Ku mund ta vëjmë? Do vësh vendin? Po ku ta vëjmë? Po e morëm. Okej, tani unë do futem të lej pak banjë, ndërkohë që Eli bën make-upin. Kjo dhe kusturin, e? Biletin tjetër. Hypëm në metro, do me thënë erdhëm në stacioni metro, sa ku mas hypëm të metroja, po e një kishte kohë. Edhe nuk e vinte biletën. Sa ku pa ardhë metro? 2 vjetë. Sorry. Dhe në vend, që ta vetë nësë, sa mi furi, e? Po pra, në përshtypje. Se ishte kështu. Ishte një aziatik. Po këta dallon do më thonë në të folur, po. Po dhe në feksi. Po foli shumë mirë. Bravo. Janë shumë të rralla ata që flasin mirë greqishten. O, Eli, po ne nuk thamë se që ndodhi në avion. Është histori e gjatë, po e di që kam frikun se kështu gjithmonë e le dhe arroj pastaj atëherë. Derisa të vi metroja, t'ju them unë tani se që ndodhi. Futemi neve, ishim tërë qef, nuk e di pse, për qa po qeshtim? Futemi në avion. Nuk po qeshtim. Hajde ku se ka njerës. Edhe
ulemi, normal si gjithmonë me Wiz kur nuk je ullur bashkë me personin që ke per biletën, me personin që do, edhe Eli kishte 8, unë kisha 6, po? Unë kisha 6, ti kishe 8. Unë kisha 6, Eli kishte 6, unë kisha 8. Edhe erdhi ai djali që ishte te vendi im dhe thash lutem i thash unë, po ke mundësi, duke qenë se vajza ka pak frikë thash unë avionet, mund të ndrohemi ç'koshti te 8 se veç 2 vende mbrapa, po tha në rregull, tha patjetër. Shumë faleminderit thash, shumë i sjellshëm, okej, ulëm thash shoqyr të paktën se Eli sado që udhëton ka hyrë kaq herë në avion prapë e ka fobin. Ai është hera fundit hypi më prapë për hallit. Yps, që kemi bë. Domethënë këtë fobi nuk di kur do ta heqi. Ulëm ne, u mbush avioni dhe në një moment vjen stewardess, si quhet? Pa, diçka tillë. Si quhet? Stewardess mashkull ishte, o zot inshallah se them gabim, edhe nga ata. Shqiptar ishe. Gabriele kishte emrin, t'ja themi dhe emrin. T'ja themi normal, t'ja themi dhe emrin, Gabriele kishte emrin. Edhe nxjerr çantën e Eli që Eli kishte fiks në vend, domethënë çantën e krahut. Unë i them, ma hedhë kështu, merret lutem, jo, çfarë? Sa fare merret lutem, kishte hodhi. I them edhe ra çanta kështu, se nuk e dha dorë, po e hodhi kështu. Çantë madhe, çanta krahut. Ju them, më fal për çfarë më ha, i them. Se kështu tha Eli, ne kishim met. Edhe, domethënë isha unë, Eli edhe një burr tjetër. Edhe nuk tha. Edhe i burri Eli. Tha vetëm u vrave. Nuk ka ç'kisha me het. S'ka as më fal asgjë. Vazhdimi pastaj. Se erdhi treni. Dolëm te dalja e gabuar, sepse ka disa dalje këtu te metroja kur del. Edhe i thash Elit, kjo më duket se është dalja që na nxjerr fiks. Çampe? Jo, të thash, nuk jam e sigurt ku është dalja, atje ku do ato petullat. Po afër është më afër, ja, këtu futesh direkt. Hajde se çojmë për sekonda. Thjesht jeta të çonte direkt, se do petulla Eli. Me merenda, si ato që mora unë radhën e kaluar. Ja, për këto na solli Eli deri këtu. Na dhanë dhuratë dhe këto që janë me çokoladë bardhë, nuk e hap bardhën, as unë as Eli, po s'ka gjë. Eli hedhim këtu pastaj. Ha, ja vlen. Duke t'ingelëm duke ngra. Sa po erdhëm, ua, sa jemi lodhur. Nuk e keni idem sa jemi lodhur, më thënë jemi vetëm me 1 orë e gjysmë gjumë, që dje, s'kemi tjetër natën, kemi ardhë në Athinë, gjithë ditën ishim në dyqane dhe tani sa u futëm në shtëpi, vetëm e gjë që dua është të bëj një banjo, porosisim në gjë për të ngrënë përsëri dhe të flej. Jam shumë e lodhur, për pak vjen dhe Doni, se Doni është nisur nga Korfuzi me makinë. Të paktën nesër do kemi makinë për televizor, të paktën. O zot, që dërgoj se qa morëm. S'morëm gjë, më dhenë vetëm një palë këpuc mora unë. Dhe kaq. Dhe jemi marrë me koleksionin e Angelit. O zot i matë. Jam shumë e lodhur. Jemi në ditën e dytë, s'kam hapur akoma vlogun për sot, po e hap bashkë me Ritën, se fillovi Rita dhe tani këtu, gati po ziheshim përsëri. Po e ndjek nga mbrapa njerëz, i kam erdhur këtu ku bën Deza që bën furnizimin. Edhe ja bëm surprizë, erdhëm me Anushin, edhe na gjetëm po. Ka ardhur me Darjen edhe Ani. Po, s'ka gjë, pastaj. Tani do shkojmë pak të marrë Eli këpucët që pa dje te një dyqan, te Stradivarius. Dhe pasaj do këthemi, dhe pasaj ju bëjmë dhe hol. Ja në thuaj ti në gjithre, është verë e bukur njëra, ka lërë flokët, më ka pritur shkon, ndryshime? Po, kam lërë flokët se ishte koha që ti lënje. Sa ku kishe? Kishe goxha, nga që u bedha jo me Dajn me Anin, edhe kisha 1 vit pa i bërë. 1 vit? Po, s'ke pas. Dhe po bëjmë gati për Shqipëri. Dhe na vi Rita në Shqipëri?
Pak dit jam, po mirë. Inshallah shikojmë, sa që vjen asnjëherë nuk e shikojmë, po hajde. Po tani prap do shikojmë. Në Shkodër nuk do vi prap trap, se nga që po nuk do vi prap. Sa herë thot do vi, kur vi këtë radhë do vi në Shkodër. Po nuk vi dot nga që do bëhet çunit. Një ditë është. Po një ditë është. Sa ti jeti në Shqipëri total? Po në Shqipëri unë të premte do vi në mëngjes. E kur do ik të martën në mëngjes. Do rridhen e mami 2 ditë. A do shikoj kjo herë tjetër kur të vi unë, t'i bëj blogger sa takoj fare. Do vi vetëm për në shkollë. Sa i dëgjoj unë këto, sa ko kam që i dëgjoj. Ja i përshtypjet. Tani, ja pra kësi janë të mira? Po. S'ke të përshëndetje këtu anulet? Ja të përshëndetje. Bravo, Zemi. Morëm nga këto petullat. Po të regoj pra? Pra, i kam shëguar se edhe dje morëm nga këto. Okej. Nuk i kam dhe aqë shumë qepë, po vërtet janë shumë të mirë. Në përgjithësi ti emocion nuk është i ha shumë. I për të krip pra jo. Gjera me krip. Eli? Ishim në supermarket dhe bërëm disa blerje. Nuk e di, do arrim të bëjmë supermarket haul këtu apo jo, nuk besoj se base i lejmë në makinë. Nesër do ikim në Shqipëri, kështu që do shta bëjmë atje supermarket haul. Mora të gjëra të çuditshme, jo të çuditshme, të reja që s'kam provuar. Mora disa gjëra të reja që si kemi provuar ndonjëherë. Dhe nuk e di, do e shkojmë në këtë vlog apo jo. Do shohim. I shohim mirë në shtëpi gjërat. Eli donë të shkonim edhe në Jumbo, por që të merrim sa gjëra zbukurime për shtëpinë, por është shumë vonë dhe nuk arrim. Ja thjesht i vërtetën do të më kursy. Por zotën është vonë, shikoj se është ora. Po dhe tani o njerëz të shkosh deri atje ti që do ikin kanë ato lekut se futesh për diçka të vogël, gjithmonë historikisht në Jumbo, domethënë të duken të lira, futesh atje në Jumbo. Thua hajtë dhe këte se 1 euro është, hajtë dhe këte se 2 euro, hajtë, dhe shkur shkon atje dhe thot tjetra 100 e ca ose 200 e ca euro, ti kën truri, ti kën petla. Nese gjithsesi, unë për të vajt kisha, sepse duhet të marrë disa zbukurime, por, sa është ora? 7:20. Në 8, është shtunë sot, mbyllën gjitha në 8 sot. Nuk mund të shkojmë. Do provojmë diçka tani që morëm, market. Eli ka muzikën aty, urojmë mos të dëgjoj. Dëgjohet nese. Ka marrë këto moqit këtu që janë me mango. Është e parë, në fakt që marrim këto. Në fakt të duhet i le pak jashtë. Moqit gjithmonë duhet i lesh pak. Pastaj të hash, po s'më durohet. Ta marrim. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Lëk ma gjithë shumë. Jemi në ditën tjetër, kemi arritur në Shkodër, në shtëpi. Erdhëm të lodhur, kemi qenë dhe ngushtë në makinë. Erdhëm shumë të lodhur, kështu që nuk vazhdova vlogun dhe nuk i bëra as supermarket haul, shumica të gjëratve. Po thuaj se gjitha që i kam vendosur në për vende, por do ju tregoj disa snacks pastaj që kemi marrë disa vdolliqe. Dhe jam përgati që të ikim në punë. Kam veshur kostumin nga Saudeza. Këtu, në ngjyrë Bordeaux, vishnjë terrët shumë. Do ham mëngjesin. Vendos këtu që dje në darkë kos me faracia që ha çdo mëngjes. I vaj gjithmonë në para. Nuk e di, por më duket se nuk ju tregova gjithë historinë që na ndodhi në avion. Kështu që edhe nuk e di ku kemi mbetur, çfarë ju kam thënë, nuk mbaj mend fare se ku kemi mbetur, më duket se që kam
shumë e trash, më duket kam vendosur më shumë se ç'duhet fare atësia. Atëherë, kishin mbetur o njerëz se s'mbaj mend. Do ta holloj pak do hedh edhe pa kos. Këtë kosin e mora në afshim. Dini sa i natë të vjen ku nuk mbaj mend se çka ke thënë. Mbaj mend që kam thënë, ti them drejtën fare s'mbaj mend. Si që thash, hypëm në avion, ulëm çdo gjë mirë, ishim të gëzuara sepse kishim kohë parë në Athinë si unë si Eli. Eli kishte akoma më shumë kohë, se unë 1 muaj kisha. Dhe ulemi, vendosi Eli çantën në sipër te kabina, siç vendosin gjithmonë. Edhe unë, do me thënë, kur i vendosëm nese, u futëm nga të parët, nuk ishte fare njerëz dhe ishte bosh kabina jonë sipër ndajseve. Kështu që nuk është se shtyvëm në një çantë tjetër, e kishim direkt vendosëm çantat atje, ishte lirshëm, shumë mirë, çdo gjë në rregull, okay. Vjen dhe personi tjetër që u thash që u ndruam sepse Eli kishte frikë, kështu që donim që të rinim bashkë ullur, ishte shumë dakord që të ndroheshim, çdo gjë okay. Dhe pastaj vjen në një moment, si u thash, stuartesi, si quhen ata. Edhe thotë, kujt është kjo çanta, merr çantën e Elit, sepse kishin vendosur dhe të tjerë çanta atje dhe ishte, me sa duket nuk mbylleshe mirë kabina. Edhe nxjerr çantën e Elit. Domethënë, gjitha çantat duhet na ndodhte ne, që ishim nga të parat që e kishim vendosur. Mbase ka lëviz dikush ku ka vendosur çantën e vet, nuk e di, pak rëndësi ka, edhe thot, e kujt është kjo çanta këtu? Thot Eli, e imja. E ja hedh Elit kështu, e merr siç ishte nga lart, domethënë, ja hedh Elit çantën kështu. Elit i ra sipër, nuk ja dha domethënë në dorë, t'ja jep, të urdhë, ka diçka të thosh të urdhëron baje, te këmbët a diçka si njerëz. Edhe ja hodhi, Eli t'i ra çanta kështu, ishte edhe një zotri ulur me Elin, domethënë i ra të dyve. Edhe ngelëm ne, më fali, thot Eli, pse ma hedh çantën kështu? Vrava, tha, edhe iku. Sa as më fal, as gjë. Edhe një fytyrë të vrava, sikur afar se çat bera. Nese, iku. Miku truri se s'm kishte ndodhur ndonjëherë, domethënë, tjetër ta hedhi tër arrogancë, tër nuk e di, tër nerva, se kishte nerva ai jashtë punës ti, që po më duhet mua pse duhet të shfryte unë, nese, edhe pra hodhi çantën, sa as më fal asgjë, edhe po tha me Elin, unë ç'është kjo sjellje, ngelëm, u habitëm, ju them miku truri në atë moment. Kalon pak orë, pastaj u mbyllën gjitha kabinat dhe bëhet kontrolli që shikojnë kështu, nëse kanë vendosur të gjithë rripat. Edhe unë dhe Eli kishim vendosur normal, dhe çanta e Elit i kishte ngel kështu. Domethënë ishim shokuar dhe thjesht po qëndronim, po flisnim dhe kishim ngel kështu. Eli me çantën në dorë kështu. Vjen dhe i thotë, sa shikon ne, domethënë çanta poshtë këmbëve ja bëri kështu. I thotë Eli, pa e zbritur akoma poshtë këmbëve Eli çantën, thotë, më fal, si ma hodhe çantën kështu, prap e pyet. Edhe i thash, unë s'kërkove asnjë falje, s'kam fare pse kërkoj falje, ja bëri çantën poshtë këmbëve, përndryshe ja bëri do dalësh jashtë. Përndryshe do dalësh jashtë. Miku truri, domethënë e vazhdonte, akoma sjellje më e keqe, më kisha mbet. Thash, e ke seriozisht, i thash unë. Në vend kërkosh falje, ti vazhdon dhe sillesh akoma më keq, i them. Edhe më shumë u acarova sepse personi që kishim gjitur nuk reagovi fare. Ndoshta, okay, zot ngaturat në punët e tjerëve, po në momentin që thash, e pam të gjithë se si e hodhe çantën, i thash. Jo, ja thash, i tha, çantën e thash në dorë. E pam të gjithë se si e hodhe çantën, i thash unë. Edhe tha, ka plot dëshmimtar, tha, këtu me një, ju them, me një arrogancë, me një, nuk di se si t'ja u shpjegoj. Edhe ai zotria që kishim gjitur në vend thoshte, po, e hodhe çantën keq, nuk foli fare. Do të thënë, s'di që të them. Pastaj iku ky, unë vazhdoja flisja, që është kjo sjellje, nuk mbaj mend se çfarë po thoja, pastaj erdhi
kolegja ti aty, ishte shumë e sjellshme dhe më thotë më falni çka ka ndodhur, ç'a po bëhet. E i thash unë, na hodhi çantën, mirë që na hodhi çantën dhe nuk kërkovi fare falje, i thash unë, se e hodhi në një mënyrë, i thash unë, jo njerëzore, dhe mirë që s'kërkovi falje, po vjen këtu, edhe na flet në një mënyrë shumë arrogante dhe na thotë që çantën poshtë ose përndryshe do dalësh jashtë. Fare sjellshëm pak fjalë dhe tha ajo, okej, ju kërkoj ndjes, thot ajo vajza, po ai asgjë, ai vazhdonte se qa fliste, andaj nuk e kuptoj fare, nuk e di fare, edhe i thash, jo, nuk është fare normale, i thashun kjo sjellje, duhet kërkoj falje. Më mbeti mendja që ju them të drejtën, edhe tha, pa dashje, ajo vajza, kështu, okej, ajo ishte shumë e sjellshme, por nuk më ka fajin ajo, sepse nuk ka pse kërkon falje ajo, nuk bëj me të thamë falja nëse, nuk ka pse justifikohet vajza, por atë gjest e bëri dikush tjetër. Edhe kështu, kjo në ndodhi në avion brenda. Pastaj, kur zbritëm, thash, okej, unë këte nuk e lek kështu, thash. Sepse, sa do, dy femra në avion, duke u zënë me stewardessin edhe nuk është gjëja më e bukur, të arrit më bëj mua që të flas brenda në avion, kështu që thash unë këtë gjë nuk e lë kështu. Të duket vetja, nuk e keni idenë se si të duket vetja në atë moment. Të injoroj tjetrin, mos kërkoj falje, të injoroj ashtu dhe kush një person që punon aty, se mund të ndodhi për shembull me një pasagjer tjetër, një ngjarje kështu, po të ndodhi nga personeli është e tmerrshme. Nëse gjithsesi, kur zbritëm, para se të zbrisnim, prita njerë që të zbrisnin njerëzit që ishin para meje, sepse nuk doja ta vazhdoja në sy të tjerëve. Edhe kur afrova, i them unë zonjës, i thash, më fal të lutem, i thash unë, më duhet emri i personit, i thashun, ishte ngjitur, më duhet emri i zotërisë, i thashun, që ta di se kur ta ankohem, për cilin do ankohem. E më thot ajo, okej, më thot mua, nuk besoj se duhet azjasim me, jo, i thashun, s'bet fjalë, i thash, normal që do të azjasë dhe do të çoj deri në fund, i thash, nga momenti, i thashun, që tjetri më sol kështu, i thashun, përveç se hodhi çantën nuk kërkovi falje, po vazhdovi dhe silleshe në atë mënyrë që silleshe. Normal që do ta çoj deri në fund, i thash, normal që do ankohem diku, nuk e di, thash unë, avokata me direkte Uizja, nuk e di se çfarë do bëj, po unë këtë nuk e lë kështu. Edhe këta ka një numër këtu dhe thash të merja numrin, por nuk më la, më tha vetëm emrin, dhe mbi emrin nuk më tha, tani nuk e di se si do ta gjejmë, por normal që me datë, orar, linj, besoj se gjehet, se kush është. Po, si që thash, kjo ishte një story time që më ka prish gjithë ditën, do me thënë nuk më hiqeshen nga mendja gjithë gjëja që u bë aty. Nuk e keni idenë se sa keq jam ndjerë, edhe kaq. Tani ta ham qesin se më vajti vonë për punë. Okej, ndoshta nuk është shumë e bukur, por është shumë e shishme. Kos me faracia, me mjalt, me manafera, mjetër dhe farakungulli. Dhe banane arrova. Është super e shishme. Edhe kjo ishte historia jone, avionit e udhëtimit. Do doja shumë nëse ju ka ndodhur në një gjë ngjashme që nuk e besoj, por nëse gjithsesi do doja që të më thoni se çfarë mund të bëj në këtë rast. Jam të puna dhe po merrem me porosi. Më thënë kam mbaruar, i kam paketuar dhe tani vendos të dhanat dhe do shkoj në shtëpi sepse vdiqja për të ngrënë. Kam që në mëngjes që hëngrat e tasin me kosh dhe s'kam ngrënë më. Dhe disa mbëlsira këtu. Mos bëj ndonjë gabim mund tani 6, 9, 10, 15 këtu.
Qafi. Buja. Buja? Do buja? Për qafim? Të buskuq vajza. Me ka erdhe ti herda? Me Donin? Dhe ka tjetër erdhe e ti? Buja do? O Hega, qa ben aty alla? Qa shkruan ti alla? Si e ki emrin? Hega? Shikoni kush është talenti i vërtet. Ja ka lidhur pak halla flokët pak si keq këtu. Ja të shikoj halla sa bukur ti ka lidhur flokët. Po kështu para nuk duken keq. Hega, o Hega. Herga, love you. Herga, foli hallës, u mërzita. Thoj këtu përshëndetje halla se të shikojnë. Herga. Hega. Love you. Hega, love you. A do blim lodra? Hajde një për qafim. Se të bëno një video në këto mollës. Hajde. Do iki me ergën ne. A që prit, hajde vishim gjupi. Halla, të vi halla. Të vi, hajde mere halla. Doni, ata, Ku po vesti? tataj. Taj. Dhe kështë ataj ti? Loda. Ku më nëq? Loda. A loda do vesti? Pa. Po pëse më nëq me Elin? Pa. Po nëq si Kush do t'i blej vogë. lodra ty? Ega. Kush do t'i blej? Ega. Do të ikim të shikojmë lodrat? Do veshë gjupin? Ku e ke gjupin? Po halla. Të vi halla. Me lalën, dorën. Hajde, vej gjupin. Lot. Tobi. Qa do blesh ti halla? Koko. Koko? Apo lodra? Prit ta. Loda. Lota, mirë. Opa, Nga jeti halla? Herga, nga jeti? prit, e ka prit. Prit, Eli, ditja veshësh moj. prit me mam. Tri. Ne. Kate. Peć. Dört. U qyqja ku ka ven fasun e madhe të vogla. Bukur? Pa. Me bukur lalë. Poco. Be alën pa bukur. Bukur? Belle pes? Edhe poco. Jam belle pes, shiko? Vogël. Belle bukur. Pa. Mirë. Ato. Unë sa po jam zgjuar dhe duhet të bëj këtë mbyllje në këtë video sepse duhet ta postoj, kam pothuajse një javë pa postuar video
Dhe për pak vjen dhe vlogu mas dhe duhet të filloj të ambientohem që të bëj më shpesh video, se në vlogu mas do kemi çdo ditë. Që kur u ktheva nga Greqia, njërë uftova, njërë u bëra shumë keq nga hernjet që kam në kurriz, nga lodhja, nga qëndrimi që rri gjithë ditën në kamp, më filloi një dhimbje shumë e madhe në kurriz, kështu që kam qenë keq. Imagjinoni s'kam patur fuqi as të shkoj lart tek dhoma ime, kam fjetur te dhoma Elit. Përveç ftofjes, që ftofja është lule para dhimbjes që kisha në kurriz. Përveç kësaj, kisha dhe dhimbje barku që arrita të bëj 2 gjylper atje, kështu që nga ana shëndetësore këto ditë nuk kam qenë shumë mirë, por javës që vjen duhet të bëj disa kontrolle, t'i bie pak vetes mbrapa, sepse okej, puna aty është, puna aty na pret, por duhet t'i bie mbrapa dhe shëndetit. E di që ju kam thënë që në këtë video do jap dhuratat që kam premtuar, por nuk mund ta vazhdoj videon sepse jam pak pa Terezi, kështu që në videon e radhës ju jap fjalën, sepse më kanë ardhur dhe 2 porosi, pako shumë të rëndësishme që ka të bëj shumë edhe me ju. Në videon e radhës që uroj mos jetë mbas një jave, po t'jetë brenda këtyre 2-3 ditëve, do hapim bashk 2 pakot që më kanë ardhur dhe do bëjmë për zgjedhjen e 10 personave që do kenë fituar. Uroj t'ju ketë pëlqyer kjo video njerëz, ne do shihemi në videon e radhës, mos harroni të bëni subscribe, të bëni like. Kaq. Pashim.